Mbrëmjen e djeshme, ishbanorja e Big Brother VIP Albania, Gerta Kazazi, foli për marrëdhëniet me ishbanorët e tjerë të shtëpisë. Gjatë intervistës, ajo u pyet për disa video ku shfaqej duke biseduar me Shëndritin, Selin dhe Gimbon brenda shtëpisë. Big Brother VIP Albania, si dhe nëse ata vazhdojnë të flasin për të edhe pas përfundimit të spektaklit. Gerta u përgjigj shkurt, duke theksuar se loja ka përfunduar dhe se për të ka mbetur vetëm respekti dhe kujtimet e mira. Ajo shtoi se secili ka angazhimet e veta dhe se vazhdon të ketë respekt për të gjithë ishbanorët. Megjithatë, situata mori një tjetër rrjedh, pasi Selin publikoi një Instastory ku ndau një shkrim mbi çrregullimin narcisist të personalitetit dhe mënyrat se si mund të ndihmohet një person që vuan nga ky çrregullim. Postimi u shoqërua edhe me një mesazh thëmbues, i cili sipas ndjekësve dukej se i drejtohej Brikenës. Në të shkruhej, kam faj unë që kam televizion dhe rrjete sociale. Ato që më humbi në televizion, mi nxjerr zoti në Instagram. Gjithsesi, sharing is caring. Tashmë mbetet për t'u parë nëse kjo situatë do të sjellë reagime të reja nga personat e përfshirë.